Keidi Bare nuk po kalon një sezon të lumtur me skuadrën e Real Saragozës dhe me situatën e krijuar së fundmi, rrezikon ta ketë mbyllur para kohe këtë edicion. Mesfushori i kombëtares shqiptare është bërë protagonisti negativ i fundjavës për një sherr me trajnerin dhe tifozët e skuadrës së tij. Gjithçka ka ndodhur në pjesën e parë të ndeshjes ndaj Ceuta, që u mbyll me rezultatin 2-2, duke lënë Zaragozën në zonën e ftohtë të klasifikimit. Bare e nisi ndeshjen si titular, por trajneri David Navarro vendosi të zëvendësonte shqiptarin, si dhe dy lojtarë të tjerë, që në minutën e 42 të ndeshjes, pasi nuk ishte i kënaqur me paraqitjen e tyre. Bare doli nga loja duke turfulluar e debatuar publikisht me trajnerin e tij, pasi mendonte se ndrimi mund të priste edhe pak minuta, derisa skuadrat të shkonin në dhomat e zhveshjeve. Kjo sjellje e tij nuk u pëlqeu tifozëve, me një grup të vendosur pas pankinës së Saragozës që nisi menjëherë të debatonte ashpër me Baren, ndërsa shokët e skuadrës po mundoheshin ta qetësonin. Pas disa çastesh kaosi, Bare qëndroi i heshtur në pankinë dhe situata u qetësua. Por pasojat do të ndjehen në javët në vijim, pasi në klub nuk e pritnin një reagim të tillë nga mesfushori me eksperiencë, i cili është njëkohësisht edhe zëvendëskapiten. Mediat spanjolle bëjnë të ditur se Bare këtë të diele, në stërvitjen e planifikuar për rikuperimin një ditë pas ndeshjes së të shtunës, i ka kërkuar falje trajnerit Navarro për sjelljen e tij. Pritet gjithashtu që të bëjë të njëjtën gjë edhe të martën para skuadrës. Por në mediat spanjolle tashmë diskutohet nëse Bare do të ketë më minuta në ndeshjet e mbetura të Real Saragozës në këtë sezon, pas një përplasje të tillë publike edhe me tifozët e skuadrës së tij.